Të gjithë në këto ditë flasim dhe flitet për Palestinën. Çdo njeri këto ditë ka parë dhe dëgjon dhe lutet për Palestinën. Prandaj unë do ta përsëris edhe një herë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Shembulli I besimtarëve në ruajtjen e lidhjeve mes tyre, në mëshirën mes njëri tjetrit, në ndihmesën mes njëri tjetrit, është si shembulli një trupi të vetëm. Nëse një gjymtyr sëmuret, I tërë trupi vuan nga paqësia dhe nga etet, vëllezër dhe motra. Çdo njeri prej nesh preket nga ajo situatë që shikojmë. Por tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na mësojnë që ne në situata të tilla, në situata kaq të vështira, të lutemi Allahut të lartësuar, sepse portat e qiellit janë të hapura. Zoti I gjithësisë është ai që I përgjigjet lutjeve dhe arma më e fortë e besimtarit është duaja tek Allahu I lartësuar. Kthehemi përsëri tek historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një herë I vjen Muhamedit alaihi salatu wassalam një lajm tepër I rëndë, saqë sahabët shokët e Muhamedit alaihi salam thonë nuk e kemi parë Muhamedin alaihi salam në një situatë më të vështirë se sa ajo. I vjen lajmi se 70 prej lexuesve të Kuranit, shokët Muhamedit alaihi salam, I kishin prerë disa fise arabësh në besë dhe I kishin vrarë të tërë. Muhamedin alaihi salam thonë shokët e tij, nuk e kemi parë në situatë më të vështirë. I rrotën lot dhe u ngrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është fal dhe është lut kundër atyre fiseve një muaj të tërë. Vëllezër të nderuar, nëse ne duhet të ndjekim hapat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur I dëgjojmë lajme të tilla, si është gjendja jonë, çfarë ne përmirësojmë tek vetja jonë, çfarë punësh të mira ne bëjmë dhe që të afrohemi tek Allahu I lartësuar, sepse çfarë thot Zoti I gjithësisë në Kur'an? Enne yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. A ka më mirë se sa ai I cili I përgjigjet atij nevojtarit të këputur kur ai I lutet atij? Vëllezër të nderuar, hadithin që përmendëm më lart është peshore për çdo njërin prej nesh. Se si ne reagojmë në situata të tilla, se si ne I përkushtohemi Allahut të lartësuar me lutje, duhet I shfrytëzojmë momentet kur përgjigjet lutja, sidomos